Mirë do ishte që të bëjmë ta merrnim në Tiranë. Shumë mirë do ishte që të bënim rrugtimin me tren nga Zvicra në Shqipëri. Ndërsa media afër opozitës dhe portale të shumtë kanë njoftuar se zëvendës kryeministrja dhe njëherësh ministrja e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku është thirrur në SPAK, vetë Balluku nuk ka komentuar. Sipas mediave, Balluku është hetuar në procedimin e ndarë të dosjes ndaj Evis Berberit, që disa muaj më parë çoi në ngritjen e akuzave për disa zyrtarë të tjerë, mes të cilëve kreu aktual i ARSH-s. Sipas gazetarit Elton Gjyno, përcaktimi fituesit të tenderit për mbikëqyrjen e punimeve në tunelin e Llogaras besohet se është bërë shkaku kryesor që prokurori SPAK-ut Dritan Prenxhi të ftoi për ta marrë në pyetje si person nën hetim zëvendës kryeministren e Shqipërisë. Është hetuar tenderi ku garuan bashkimi i kompanive Staki Ltd dhe Geoconsult & Co, me bashkimin e kompanive Hill International dhe Net Group. Staki Ltd dhe Geoconsult & Co skualifikuan duke i lënë rrugën e lirë Hill International dhe Net Group. Kjo e fundit është kompani të cilën Walter Bega ja ka blerë në letra Evis Berberit. Prokurorët e posaçëm kanë ngritur dyshime të forta se tenderi mund të jetë paracaktuar dhe kompanitë e tjera janë skualifikuar padrejtësisht për shkak të lidhjes me Berberit, Ervis Lamit, miku të tyre Walter Begaj dhe ministres e infrastrukturës Balluku.